Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e madhura falendrojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lëvdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjet e shokët dhe çdo që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërmjet vëllezërim, sot takimin e radhës me një kapitull të ri nga libri El-Adab al-Mufrad të Imam Bukhariut rahimahullah, libri që flet për edebin, për edukatën, për mirësjelljen, për udhëzimet që e formojnë një besimtar dhe bën të kompletuar edhe në aspektin e jashtëm edhe në aspektin e brendshëm. Islami ka ardhur që njeriu në rregullon gjitha rrafshit, gjitha fushat, me përmirësu, me ngrit dhe me formu në mënyrë që ai përmes këtij formimi dhe përmes këtij ndërtimi me e realizu qëllimin e krijimit për cilën Allah e ka sjellë këtë dunjë. Andaj njeriu pa këto udhëzime është i zbrast, njeriu pa këto udhëzime është i mangët, njeriu pa këto udhëzime realisht është në shpërputhje me veten e tij. Andaj ka ardhur me e kompletu edhe në aspektin e brendshëm edhe në aspektin e jashtëm. Kemi shumë udhëzime që na tregojnë çu duhet me përmirësu zemrën, brendshmën, moralin, por edhe me përmirësu gjuhën, që është e jashtme, po edhe pamjen. E dukja e besimtarit duhet të jetë një dukje e dinjitetshme, një dukje që është në përputhje me vlerat dhe me bindjet e tij. Andaj Buhariu rahimahullah ose na ka përmendur dhe më tani se çu është besimtar me fol shprehjet e tij, madje na ka treguar edhe si është argëtimi i besimtarit. Edhe argëtimi i tij nuk është argëtim me fjalë bosh, me fjalë të kota, me fjalë degeneruese, por është me fjalë të matura, dura. Besimtari kur argëtohet, argëtimin e ka në përputhje me vlerat morale të tij. Për shkak se këtë jetë është të ndrozur një tërësi. Nuk ka mundësi një musliman me qenë, për shembull, në një periudhë kështu e në një periudhë ndryshe. Në një objekt me kon kështu e jashtë objekti me kon ndryshe. Në brendin tim me kon diçka, e në tjashtë tim me kon diçka. Kështu lloj shpërputhjesh nuk i pranon Islami në raport me muslimanin. Edhe muslimani edhe kur është serioz, është i matur, por edhe kur argëtohet është i matur. Në Islam padyshim parashihen edhe kohëra kur muslimani qesh, kur muslimani argëtohet, gëzohet, këndon, kemi thënë në çfarë mënyre këndon. Mirë, po gjitha këto i ka të koordinuara me bindjet e tij, nuk është i shfenuar, nuk është degeneruar, nuk përdor mjete të ndaluara e kështu me radhë. Gjitha këto ka ardhur ta mi organizu muslimanit në mënyrë më të mirë të mundshme. Me organizu edhe pikëllimin e tij, edhe gëzimin e tij, edhe seriozitetin e tij, edhe hajgarën e tij, edhe gjumin e tij, edhe zgjimin e tij, gjitha. Prandaj edhe udhëzimi i mirë është udhëzimi i Muhamedit alayhi salatu wasallam. Është udhëzimi i kompletuar, është udhëzimi i cili padyshim i ka përfshirë gjitha aspektet e njeriu. Edhe ato material, edhe ato mendor, edhe ato shpirtënor, gjitha. Buhariu rahimahullah në kapitullin vijues përmend domthon tash një lloj përputhje mes tjashme dhe të brendshmes. Ose themi cili është udhëzimi i duhur që duhet me njeh muslimani dhe cila është pamja një muslimanit, çu duket një musliman nëse ti je sheh. Padyshim se ka shumë shenja që me to identifikohet një musliman. Mirë, po këtu Buhariu rahimahullah i ka përmend disa prej tyre. Mund të themi kapitulli flet për një lloj dukje të një muslimani, jo në kuptim të teshës së tij, po në kuptim të sjelljes së tij, kuptim të lëvizjes së tij, kuptim të edukatës së tij, çu duket një musliman. E ka përmend këtu Imam Buhariu rahimahullah një thënie që vjen nga një bashkohanik i Abdullah ibn Mesudit. Ka qenë nga shoqëruesi i tij, nga njerëz që ka mësuar prej tij, Zeid ibn Wahb radhiyallahu anhu. Ky njeri nuk është sahabe, nuk ka qenë në kohën e pejgamberit, por i ka arrit shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nga ata që i ka arrit është Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu.
E thot, e kom dëgju Abdullah ibn Mesudin, Allahu qoftë i kënaqur me të. E dini të ndëruar vëllezër se Abdullah ibn Mesudi është nga shokët e afërt të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E ka pranuar Islamin në Mekë dhe është nga dietarët e sahabeve. Nga njerëzit që pejgamberi ka thonë Kur'anin merr në piqë njëri. Pejgamberi ka thonë Kur'anin mëson në piqë njëri. Ka qenë njëri i devotshëm, i sjellshëm, njëri që ka mësu të pejgamberi dhe i ka mësu pasaj të tjerët. Allah Mesudi ka dalë nga Medineja dhe ka shku pasaj në Kufën e Irakut. Për ti ka mësu një grup i madh njerëzve, nga ata është edhe hoxha i Imam Abu Hanifes rahimullah. E që pasaj për ti ka mësu Imam Abu Hanife rahimullah. Në shika sa njëri ka përhutu për ti Imam i madh Abu Hanife rahimullah, rrërisht është nga nxënësve të Ibn Mesudit, sahabës pejgamberit alayhi salatu wassalam. E ky njeri ka thonë kështu. Ibn Mesudi, që ky dietari, që ky sahabe ka thonë kështu. Ka thonë: "Innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'u. Qalilun su'alu kathirun mu'tuhu. El-'amalu fihi qa'idun il-hawa." Ka thonë një me një kohë, ka thonë njerëzve të kohës vetë, të në gjenerata e parë me njerë mësë pejgamberë e samë. Sahabët, shokët e pejgamberë, pasaj tabinet, gjenerata që ka vju, në kohët e arta, në kohët e dijes, në kohët e mëshmërisë. Ka thonë një me një kohë kur ka shumë dietar, fukaha, njerëzdishëm që e kuptojnë fenë, e pak nga ata që mjaftojnë veç me lexim. Ka njerëz që lexojnë Kur'an pas se kuptojnë. Lexon po si kupton se ata. E ka njerëz që lexon dhe i kupton. E jeni me atë ku njerëz që lexojnë shumë dhe kuptojnë shumë, ka shumë në kohën e juve. Në kohë begat, ku e pasur, ku do të ka njerëz shumë që ka cilësh gjenë dietar, hoxhallar që e kuptojnë fenë Allah të mënduar ato. E ata që lexojnë po skuptojnë që ka lexojnë pak janë të atill. Ata që kanë qenë vetë llaf me vo, pak janë. Sot jeni në çit kohë jeni apo. To jeni që është një kohë kur lypsa ka pak e ata që japin ka shumë. Më shumë ka që japin se që lypin. Në njerëzit garojnë për me dhonë, jo për me marrë. Thot, dhe jeni me një kohë kur, dhe me thonë, vepra është aja që e orienton epshin, e jo epshi veprën. Do njerëz veprojnë në bazë të dijes, në bazë të devotshmërisë, e kjo vepër është aja që e menaxhon epshin atë. Që çfarë kohë? Do kur e pranon Buhariu të ndërruan lazer këtë transmetim, çelëm nga kallzu. Se njerëz që janë ndiku nga udhëzimet e pejgamberit, çu dokun ata. Çu dokun ata? Janë që flasin pak e punojnë shumë. Jo njerë që çdo veprim e kanë të ndëruar mbi dije, mbi argument, jo mbi epsh. Që kjo muslimani, i cili veprat i ka të ndërtuar në dije, në argumente, nuk e ka të ndërtuar në epsh. Fjallët i ka për me punu, e si ka fjallët për me bo laf, e me diskutu, e me bo debatet pa fund me joja, a i ka fjallët për me punu. Qëta e musliman? A i cili dhe ma shumë jep se që i merë. Nuk lyp, pas për një zërë shketë madhë. Nuk ka kërkesën, ose ato që lyp, e ka i për një zërë të madhë. Që kjo muslimane? Që ka formulu Ibn Mesudi, jeni me një kohë kur që shkja koha. E në ka të kohë ku shukon? Gjenat më të mira. Muslimat më të mira. Ka thonë pastaj, ose jeti min ba'dikum zamanun, pas juve ka marrë një kohë. Çfarë është e kohë? Qalilun fuqaha'uhu. Pak ka me pas që kanë me kuptu fejnë që është duhet atë. E shumë kanë me konë ata që kanë me bo laf për fejapën. Muhabet knaqaj. Te i sabat kalëzën sa mira feja, a më kërën sabat i bine flenë apën. Sfalet apën. Që si ka shumë, që të kalëzën një muslimane, që është duhet me konë muslimani, dërës të kalëzën sa dush, ama kur vjen puna me qëkej punës, thot e ta është duhet me shku me flejtën apën.
Thot, qështu këmani akt? Ata që e kuptojnë fenë në pak, e ata që flasin për të janë shumë, ata që lypin janë shumë, e ata që japin janë pak, edhe ka thonë që ajo që e udhëheq njeriu ka vepra, nuk është më dija se të partë, po është kujta, është epshi. Vepron atë që është në interesin e tij, jo në atë që është në dijen e tij. Andaj thot, dini se në këtë kohë një sjellje e mirë, një domethënë dije shëndosh është më e mirë se nështë shumë punë që i bën dikush. Çka i bën kjo të ndërmozë që e ka pranë Ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala. E pranë pjesën e parë se ka thonë në një kohë kur ka shumë fuqaha, njerëz që kuptojnë fen. E din çka është besimi në Allahun, e din çka është udhëzimi i Allahut, e din çka është namazi, e din çka frika pi Zotit, e din, e kupton, edhe ja prap njerëzit, mëson njerëzit. Njerëzit garojnë me bën punë mira, me dhon, me marr sevap, jo vetëm me fshit me marr. Ndërsa koha kur realisht zbehet feja, nuk gjon shpesh musliman që duhet, apo me gjesht që kjo musliman pak janë, ngrasë me numrin e madh. Ta dy që deklaron si musliman, është një kohë që, domethënë, ata që e kuptojnë fenë që duhet nuk janë shumë, janë pak. Të ndërrozë na jemi në këtë kohë, pëton. Jemi në këtë kohë. Ku njerëz që e njohin fenë nuk janë shumë. E ata që e zbaktojnë fenë që duhet, praktikojnë fenë, përputhin me dijen, nuk janë shumë. Po flas në raport me pjesën e mbetur të njerëzve. A ma shumë ka njerëz që punojnë sipas fesë, a që punojnë sipas kujtës e tekjeve tyne. Dihet përgjigja për. Andaj, me një kohë kur domethënë dobësohet dija, shtohet epshi e lakmia, njerëz pasojnë teket e tyne, pasojnë dijen, njerëz që me shfrytzu mundësinë që me fitu personazh vet, që me marr, jo që me ndihmu, që me dhon. Që nuk është kohë që muslimani, domethënë merr shembull pe rrethet e pe njerëzve, jo. Nëse s'është ajo që duhet me ku muslimani. Muslimani që është që në kënë të parë tonë, e të parë tonë që në kënë, njerëz që ka mësu që ka feja, që ka thonë Zoti, që ka thonë pejgamberi, alisam, që është duhet marrë abdes, me falë namazin, që është duhet muslimani me ngjinu, që është muslimani me flajt, që është hani musliman buk, që është musliman e një mën dikan, që kjo muslimani? Mirë, po, sa të fatkeqësisht, apetiti për me folë për fejo është shumë. A keni pa të ndërrozër edhe për debate, diskutime, lloj njëri e qesë në televizor, flet për ta, kjo në rregull, kjo s'ban, kjo nuk duhet, ku e ke gjetë këto, ku e ke lexuar këto, kush të ka thonë ti kështu apo? Apo. Po unë mendoj, po kush jeti me numër vëllai, apo. Prandaj liria për me fol për fe i është dhënë çdo kujt fatkeqësisht. Hapësira për me diskutu për fe i është dhënë çdo kujt fatkeqësisht. E mas paku aty që duhet me dalë atje me fol atje. Mas paku. Prandaj në debatet publike gjen gjithçka, veç dijes gjen. Veç njohuri dura vetë nuk gjen. Ose i gjen po shumë rrallë. Dhe kjo është ku e sprov, ku e fitneve. Nga se me një ku është ditë kur fol për fejnë, që ta flasën. Bon, të ndërnozër, për tema madhore njerëzve, për tema serioze, të rëndësishme, me dalë me fol njerëz që lidhje s'ka me këtë çështje, ose kush e di ku ka mësu, ose kush e di që ka përfaqësojnë, me 100 dyshime rezerva, kjo pa dyshim nuk është e mirë. Kjo nuk është e mirë. Ka njerëz të mëshëm në vendin tonë, ka njerëz dishëm që duhet mi dhonë përparësi, po që fatkeqësisht nuk jepet hapësira mjaftueshme. Ma shumë diskutimet bëhen për me bë zhurmë, me bë klikime, e shikime, me shkaktu ma tepër nështë edhe publicitet, se sa në u qartësu një realitet. Se mu spjegu një qka është la që kjo, me marrë është në njëre për gjithmonë. Qka i bjen që kjo punë? Edhe me kryat kapitun, me kryat punën. Andaj gjithë qka është në nepshë. Apo,
Se epshi li pare, epshi li famë. Ndërsa njëri me që li punë, li për angazhim, li për sërëset. Përndaj, koha e epshit, koha e autoritetit, koha e pëlqimeve, koha e shumë lajkave, me bo lajka, me bo dyftërsi, koha dëmon e liksive të shumë të fatkecisht. Pra i besimtarin këtë kohë du të me di që më formuave. Jo me vrapu pas famës, e pas autoritetit, e pas përfitimet të caktume, jo. Por me vrapu pas dijes, me vrapu pas asaj që është e rëndësishme. Pra i të nërëzër, nëse e bën një temë dikon me folë, për shambull, si të parulemi namaz, si të apretojmë namazin, si të falemi që shduhet, sa njerëz vinë me nguat temë. E me bu një temë, për shambull, këne me diskutu sot për një temë politika, për një temë, për shambull, për një diçka që s'ka kur farë do bije. Ka da blak vi njerëzën. Pse? Pse ka njerëz në qef laf me bo. A me ngarku me punë, ja, falë njerëz, Allah. S'kem vak për punë, nëse ku ka ligjerata për punë, për angazhim, s'kan qef me nguasi. E ku shë o marën qefin, apo ku shë o rej krahën, ku shë o derën e lafit e muhabetit, e që te kanë qef një menajt me shku, e që kjo për dika, e aj që për më cënë qa mire, qa keq, aj s'për dika. Jo saj për ishtin me punu, edhe për angazhan, edhe për i qërtan, atje njerë s'kan qef ashtu. E kjo s'është kohë e mirë, kjo s'është dëmonë situatë e mirë, se kohërat të njëta. Kohërat të njëta, apo? Aja që e bën kohë me dalu, kush është njëri? Njëri ju e dalan. Një kohë e bojnë të mirë njerëzit, edhe një kohë e bojnë të li kush? Njerëzit. Dhe besimtarët me konë të ndërlozër në frymën e dijes, në frymën e argumentit, në ullë, në mësu për njëzve dijes, që ka thonë Allahu, që ka thonë pejgamberës, që ka është dija, që ka është e duhra, që ka është e vërteta. Edhe marë me mësu për me punu, për me përmisu vetën, jo me mësu qysh me nëzonë ngosh dikan, e qysh me debatu me dikan, e qysh me mushty me dikan. Së është feja për të punë. Feja s'ka arë për mushty, feja s'ka arë për me nënqmu dikan, feja ka me mësu qysh me rënu e morë, feja t'ka arë me mësu qysh me adhuru Zotin tanë, qysh me duku familjen tonë, qysh me nimu venit tonë, popullit tonë, mu boj dëbishëm, e mu boj produktiv, e mu boj vyshëm, e i zëdshëm, e i dishëm, e punëtor, qëta ka arë feja? Ama lafazana, e debat, e diskutim me orë, thë ushtë i ketë punë, dëzën i kanë qitë veç të tema, i kanë vetë, pa i ka të jetu, ka është të mërshme. Vallaj, tema që ne diskutojmë, popujt të zhvillumë, s'kanë të vakë për to. Popujt që janë zhvillim e si për në çështje madhore, s'mirë me kësisana për. Na kemë vakë për shumë punë. Thush, këtë këna ratu, po, tash në kametë do punë, pa i qitë dyzen, edhe këna vakë ka 5 gjarsat me ngu debatën në për media tona fatkeqësisht. Andaj, nuk ka kohë e letë, nuk ka kohë që besimtari letë mundet me u përmirësu e me u formu. Shtira është, nuk ka letë. Ama, aj që i përpjekje, ja del, me linë alë bëndum. Aj që din ku mu le kanë me ngu, ja del. Ama se vapë është me i madhë. Se vapë në këtë kohë është me i madhë se në atë kohë. Se në atë kohë ka pas shumë djetare, ka pas dije, ka të shkajsh, ka lajë konë me ku musliman. Ma këtë vakë që problema me ditë kanë me vetë, ku me shku me ngu. Nuk ka bashkë ka lajë, se vapë është me i madhë këtë vakët. S'pa tha mëne, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Në rast e ka përmenë se me një kohë, kur me majtë fenë është sikur se me majtë gatës në dorë, nuk e letë, apo. Ka thonë se vapi ati që majtë fenë është sa 50 pi juve, pi shokët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në të vakt, ma letë u konë. Ata e kam pas shtirë me majtë fenë në kuptim me mbrojt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pas luftë, ka pas të lashe, po me kuptu fenë e ka pas ma letë. Pse? Pejgamberi gjallë, qa ka pas problem, e ka vetë pejgamberi. Sot nuk ka letë me gjithë dikon që dinë me vetë, ki vene ku nuk dinje kanë me vetë më nëbuar, ku me shku, kjo thot ashtot, kjo thot shtot, kjo. Ku me shku në, ndaj nuk ka letë.
me të zatet Zotin njëri dishëm, njëri të urtë, e që ka përvojë, dhe me të mësu fenë, nuk ka punë e letë. Apo me të zatet Allahun ta begati e madhe, është begati e mirësi e madhe. Andajte, në rozër, na du të mësu fenë për me njoftë Zotin, na du të mësu fenë për me njoftë pejgamberin son, na du të mësu fenë me ditë qysh me rnu, qysh me jetu, qysh mu u bashku me zveti, qysh me koni dëbeshëm, qa ka thonë Zoti me kry, qa do të me largu, për që ta feja, me mujtë me jamësu dikuj një dy fjallët mira, që kjo është puna jonë, me mujtë dhe familjar me afru, po punë e madha jonë, punë tjetë noja, do të me nënë dikuj tjetër që ka arritje, ka pa dyshim aftësi dhe kompetenca për të punë. Ama çdo njëri në debat, çdo njëri në diskutim, çdo njëri pa dyshim çështje që kallëzon që situata nuk është e mirë. Edhe që kjo muslimani, që ka Bukhariu sa bukur e ka pranë, ku është musliman, që kjo musliman, që kur u kon koha që është duhet, që ko musliman, që ta e ko musliman. Ma jo, për shembull, i ka punë mirë, me po mi thonë, e kam do zeqatët, vëllaj, s'po ta këthej ma si po ma japa, s'po ta këthej, ty s'ta ka zeqatë, vëllaj, e bo kabul zeqatën, e bo kabul sadakan, që s'ka bo kabul, po ma dha i vetë, pa te e po s'ta ka në vëllaj, dhe i kabulgji për gjithë shkapën, e bo kabul edhe punën që se ka bo me i thonë falimderit, si thotë se kumbone, kabulgji që të populirën, shumë fjale madhe kabulgji, bon kabul gjithë shkapën, jo ata për pas ka bo kabul. Ka bo akia në kone që një burave, me dal njëri pasanik, me lyp kujt me adhonë zë që atë s'ka gjetë, ka një allë se marrë, që ja më në lazën për tapë. Ama sot nuk është tirë me adhonë, se si dhe dyti i tëri ta merë adhonë. Ja gjonë diko një farë, vegze që vynë edhe mua, pëse? Pse për me marë ka shumë apetit se për me dhonë adhonë. Kërë kohë e dur, njerës ka qëtë me dhonë, me një mu, me qëka të munën? Nga se din se ku është sevapi, edhe ku është shkarkimi nga përresia për Allah të mundë më. Bukhariu ka përmanë një transmetim tjetër të njëri për sahabët pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ka postar në Ebu Tufel al-Ansari rahimahullah, është sahabiu i fundi që u dekë. Do në shke Ebu Tufeli është sahabi i mramët. Ma i mramët e sahabe që dekë që kërë, ma si s'ka pas sahabe mëtë. Nga ata që e kanë shështu pejgamberin, që kështë i fundi, Ebu Tufeli, i mramët të jepëtë. Në vitin 100 hijri u dekë, ka rëdu më se 100 vjetë. Ama sahabi i fundit, që kjo është Ebu Tufeli al-Ansari rahimahullah, e kjo ka qenë në shoqëri me disa prej gjeneratëve dyta të tabinëve, e njën e ka pyet ra'ejte nëbije sallallahu alaihi wasallam, a ke pa pejgamberin alisam ti? A ke pa pejgamberin ti? Ka unë po e kun pa. Bile nuk di që unë me gjallë kush që ka pa pas me jepën, që ta u kun i fundit. Thot njeri tjetër që ka pa pas me zdi që me gjallë. Di që këtë ju ndeka. Po këtë shok të pekon ndek, veç që kjo me t'imram ti, sahaba. Edhe me pa pejgamber është nderi madhë, të nduzë. E kam po e kun pa, që është se kun pa pejgamber, kun pa. E i ka thonë, që shukon pejgamber, sahabët e nduzër e kam përcilët pejgamber në qëto levizje. Do onë krejt e kanë di që është. Parënda, ka transmitimi e kam përmen edhe sa fijet flokët i ka pas të bardha në kryo. Qaqë, e që të e kanë gjepë. E kanë këqy krejt, së ndi kur me ta. Të e këqy non-stop të e këqy. E kanë dashtë pejgamberën, shumë e kanë dashtë. Po nderë me pa Muhammedin sallallahu. Andaj ti e ki sot pejgamberën sallallahu të përshkruar me fjallë të sabëve, do më qarë se i vizatu me kona. Sot nuk kemi fatat pejgamberës, alhamdulillah, ka ndalu pejgamberës, s'ka fata. Përshka këse ishë adhuru e kush, në gjami e kështë qitë fatën. Njës për ignorancës e kështë qitë në gjami. Fatën e pejgamberës, s'ka fata. Na, a ke po në gjami e të nga, s'ka fatat të kërkujna. Këto adhurët Allah, gjellewala, s'ka fatat të kërkuj të.
Thotë emri Allahu xhallahu ala. Wa anna al-masajida lillah. Xhamiat janë për Allahun, fala tad'u ma Allahi ahada. Edhe mos e lutni askë pas Allahu xhallahu ala. Në tempujt e tjera ke pa, ka fotografie, ka gjithçka apo. Atë neve s'ka. Ka se këtu veç Allahu durohet apo. Andaj pejgamberi nuk është pikturu, nuk ka skulptur ti, ka ndalu rrëpsisht. Dhe shokët e tij as mos dekë se kanë vizatu, kur as dietarët ton asnjëherë në bazë të përshkrimit që kanë thonë që shokon se kanë vizatu, kur ndalu më kon. Për me rujt figurën e pejgamberit alayhis salam. Mi po e kam përshu çaq bukur, që shu dok, ti veç më mshin sytë me nguq shokon vizatohet para syve që shokon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çaq e kam përshu në mënyrë precize. E këtë e kam pyet, çu shokon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kjo se ka përshkruar detale, ka tjetër transmetime, vjen koha edhe për të më përmendin shoq shukon komplet pejgamberi alayhis salam. E ky ka përmend 2-3 sene, don për me ka thënë që Allahu xhallahu ala edhe në aspektin e jashtëm, edhe në fizionemi e ka bëu pejgamberi sallallahu domthon mesatar. E ka bëu domthon në përputhje me mësimet që e ka dërguar Allahu te bareku te ala. Ka von çu shukon pejgamberi alayhis salam. E ka përmend kë ka unë ka qenë ebjadan melihan mutaqassidan. Ka unë ka qenë i bardhë. Pejgamberi nuk ka qenë këtë i bardhë, as ka qenë këtë i zi. Ka qenë dhe unë pak ma i zeshkt, por ka anu ka e bardha. Ka anu ka e bardha. Pejgamberi ka anu ka e bardha. Melihan, ka qenë i bukur, i pashëm. Edhe ka qenë, dëmon, ka qenë mutaqassid, është dëmon ka qenë i mesëm. As ka qenë shumë i gatë, as ka qenë i shkurt, mesëm, tamam. As ka qenë i plot, as ka qenë i dopt, shumë i hull. Ke po ka qenë shumë dopt, ka qenë shumë plot. Ai ka qenë i mesëm. Në gjithë çka ka qenë i mesëm. Do më përmendëgu se muslimani edhe në aspektin e jashtëm e përshtat me mësimet e tij apo. Po. Nuk i takon zonë kon shumë i trash. Është ajo duke musliman ta me ku. Pas me koni dopt, ai dikush që ka shnet, s'ka mundësi, s'po them ajo që keq, po me kon pak edhe i fortë, me kon pak i qëndrueshëm, apo me kon i gatshëm për punë të caktuar, që kjo musliman apo i fuqishëm, mesatar me kon, mesatar në gjithçka. Edhe në aspektin e jashtëm, nuk është për shembull ti pamjen e fytyrës nuk mund të ndreq, që ta ka fal Zoti. Ama flak me rregullu, i thjesht mirë, këto mund të bëj, po. Andaj pejgamberi është kujdes për pamjen e jashtëm të tjerë. Është kujdes për pamjen e tij të jashtëm shumë pejgamberi alayhis salam. Nuk është të vëllezër e kërkuar që muslimani me blet tisha të shajta, të firma të mëdha. S'është kërkuar, kush ka mundësi, gjithë ka mundësi të veta. Po e kërkuar është që ato që e ka me pas të pastërt, me pas të mirë, dhe me pas veçantë për xhami kur vjen. Me pas xhami. Dhe ka mësuar për shembull dietar të hershëm se nga kjo gjenerat që flasin për çu duket një musliman, kanë përmendur se edhe kanë pas tesha të posaçme që i kanë vesh për kur ju fal natën. Namazin natës i veçantë, veç ai me Allah xhallahu ala, teshat i ka vesh. Ka musliman që falën në shtëpi në pijama apo. Nuk fal muslimani në pijama, po s'është e hikshme fal në pijama. Ai me ca ka dikush nder, nga me në mu vesh. S'po dhe që ashtu, se marrë pinjiret e pi Allahot, s'falë musliman gjithë qysh, apo. Në shumë ka vinë djemë të rinë gjami, me tëra që s'është e hikshme ashtu marrë musliman gjami, apo. Unë e pasë e farmerket e qkyme, i do këtë pjesa e tërshme, i do këtë guni, i do këtë pjesa nalt e kofshës, zban, do të afriti me konim lumë, pjesa e tërshme me konim lumë, ta shka ndalë moda, apo me konë të shqyme, parë me nabë. Për para ditë, kër e ke pa dikë me të shqyme, të ka dhimë, një blinë parë pantolla, ta ma ashtra i blinë qkyme, se të qyshe në regullë. Vjen gjami me të shë që së të pasër ta. Të ndodhër edhe mbathrat, qërapa që i kemi, pas kujdes, apo se këtë musliman binë sejgjde, binë ndërru, me arë me të pasër, me arë me falishpje me erë të pakëndshme, se kjo shpi Allah të ashtu, kjo shpi Allah të gjellë në shpetojnë si që ashtu, dhe detrujnë të dera me dhe shtë rapa ta, mëse i ki të zhveta, së të i shpi me hija, ma shpetë Allah të,
hin që është dënë, zbanë ashtu. Dhe pejgamberi në ka mësuar me konë njëri i matur, i kujdesshëm. Ibn Abbas radhiyallahu anhu të ndrozë nga shokët e pejgamberit është parfymues, që kur ka shku në xhami, kushuar masti ka on pas kamri Ibn Abbas në xhami. Ata se kanë po në bazë parfumit e kanë ditë që ka kalu kësaj Ibn Abbas atë. Era mirë muslimanët i vjen. Kanë dalur pejgamberi me hongër kjepe marrë në xhami. Hudër e marrë në xhami. Pse? Ai kjepa hudër është shëndetshme, është halal. Ama kur hanë rënë shpe, mos hajde në xhami e pegu dikon. Pse? Se muslimani është i matur, është mesatar, është i kujdesshëm në dukjen e tij, në erdhën e tij, në pamjen e tij, në sjelljen e tij. E ç'kjo musliman? Ç'kjo musliman? Që ta Buhariu ka përmend edhe këtë transmetim, çu do pejgamberi më koni bukur, në gjithë çka koni bukur. Edhe në dukjen e tij, edhe në pamjen e tij, në parfumin e tij. I ka pëlqyer parfumi shumë pejgamberit. Ka pasur parfum mirë me pas ato. Qase parfumi është sa e mirë thonë. Do më kon shumë i shtrajt, mesatar. Po, raç me koni parfumi lehtë që do nuk pengon dikon xhami, edhe vjen i ramir, edhe rregullohet xhami me ditë që jetu shku mi dorë Allahut përpara apo. E të shku me xhami, xhamia është Allahu ka khudhu zinatakum. Veshuni mirë kur shkoni në xhami. Ayat kuranor. Andaj të ndozë gjitha këtu janë rregulla që duhet muslimanët pas kujdes ndaj tyre apo. Çka është pa muslimanit? Kujdesi i tij, eleganca e tij në çdo aspekt, sigurisht thash e ka bërë Buhariu rahimullahu në këto transmetime. Këto janë kryesisht dy transmetimet që i ka pranë Buhariu rahimullahu në këtë kapitull, që me këto edhe po ja përfund ti salimi për sot, duke lutur Allahun xhallahu që Allah ta përmirëson brendshmën tonë, ta përmirëson Allah të jashtëmën tonë, e që me sjelljen tonë, me dukjen tonë, me lëvizjen tonë, të jemi një shembull i mirë i një musliman të kompletuar në çdo aspekt, edhe në brendin e tij, po edhe në të jashtëmën e tij, sipas asaj që na ka mësuar të parat tonë nga gjenat e arta të muslimanëve të parë. Allah shpëri për vëmendjen, me kaq për këtë pjesë, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kathira.